Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndërkohë që në lidhje të drejt për drejt, kemi edhe gazetarin nga Zvicra, Nefael Maliqi. Përshëndetje, ndërruar. Përshëndetje, kolegë. Këtë diskutim ndoshta ta nisim pikërisht me zotrin Maliqi. Nefael, ju jeni veproni do thot në Evropë, çfarë po ndodh konkretisht me Gjermaninë? Pse këto përgatitje për luftë? Ku është rreziku? Po kolege, sot nuk është 1 prilli, por kemi lajme shumë serioze. Në Evropë po vjen era luftë. Dikush veç ka filluar të nxjerrë motorat e aeroplanëve me luftarak. Lufta e tretë botërore për roket. Do e nisë Evropa, pikërisht Gjermania dhe Franca. Nuk do e durojnë më Rusi. Sot, siç e dini, bota ballafaqohet me rreth 100 konflikte, prej të cilëve 50 janë frontale, pas luftës mes Ukrainës dhe Rusisë dhe ato në lidhjen e mesme mes Palestinës dhe Izraelit. Konfliktet armatosa kemi edhe në Burkina Faso, Somali, Sudan, Yemen, Birmani, Nigeri, Siri dhe të tjera. Pra gjitha këto luftra, bashkë me zhvillime dinamike dhe strategjia geopolitike ka ndryshuar këto 2-3 vitet e fundit, sidomos pas invazionit rus në Ukrainë, besa edhe me rikthimin e presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e Bardh. Nëse Evropa dëshiron paqë, bëni gati për luftë. Kështu deklaroi para 1 viti ish presidenti i Këshillit Evropian, zoti Charles Michel, i cili u shpreh se mbështetja e SBA-ve nuk mund të merret si mirëqenie në vendet e BE-s. Duhet të marrin përgjegjësinë për sigurinë e tyre. Ose angazhimi amerikan në Ukrainë vendos Evropën ballë për ballë me përgjegjësitë e saj. Është koha për riarmatim, komentoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në 4 mars. Ndërkohë që isha në Berlin, isha që 4 ditë jam kthyer për një konferencë atje, në Myni, pastaj në 40 dove tjera, dhe sinqerisht pash mediat, bile edhe pash aeroplan luftarak që fluturonin në ushtrime, po në fakt edhe trenat të mbushur me tanke, me municion luftarak dhe të tjera. Dhe ndoqja dhe disa media. Kur flasim për Gjermaninë, e kemi në lidhje të drejt për drejt edhe zotri Veliu, i cili aktualisht gjendet në Gjermani dhe vepron atje. Zotri Veliu, sipas jush, çfarë atmosfere po mbizotron në Gjermani? Ndihet ky tensioni apo është duke krijuar panik të qytetarëve sa përket këtyre thirrjeve për gatishmëri? Unë mendoj se jo vetëm Gjermania, për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, çështjen e sigurisë patën mbështetje për një periudhë të gjatë kohore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe investimet e tyre për mbrojtje dhe siguri kanë qenë në masën e kërkuar edhe nga Aleanca Veriatlantike, NATO, pra që ka qenë 2% i brutoproduktit vendor. Dhe deri në këtë vit thua se asnjëra nga vendet apo të parta ka qenë vendet që kanë arritur të plotësojnë atë shumë për mbrojtje dhe siguri për këtë çështje. Mirë po, pas ardhjes në krye të Shtetet e Bashkuara të Amerikës të presidentit Trump, shihet qartë se Evropa tani më duhet të jetë ajo që do të mbrojë veten e saj dhe në këtë mënyrë i ka shtyr ato që të marrin vendime për çështjen e mbrojtjes, flasim sidomos për vendimin e fundit që është marrur nga kancelari në ikje në bashkëpunim apo në koalicion në kancelarin në ardhje Merz dhe Scholz, ku është arritur një marrëveshje për të marrë një kredi diku $400 miliard e cila do të investohet e tëra në infrastrukturë dhe në mbrojtje. Pra, ata tani më sikur i kanë hapur sytë dhe e shohin se gjithçka duhet të bëhet vetë dhe kanë filluar. Mirë po një bisedim, një diskutim të tillë kemi pasur edhe në Bashkimin Evropian, mos qoftë se po gaboj ka qenë para 2 javë në një takim të përbashkët ku janë munduar që të takordohen për të bërë një investim të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që përfshin një shumë prej 800 miliardësh dhe është kërkuar nga vendet më shumë të fuqishme si Gjermania, Franca e Italia që të ndihmojnë vendet më të vogla në ato kredi të cilat nuk do të kenë mundësi të rikthejnë. Pastaj duhet pasur përballë se Gjermania është edhe lokomotive e gjithë Bashkimit Evropian, andaj edhe detyrimi kryesor për mbi Gjermaninë dhe për edhe Francën. Ndërsa ditëve të fundit apo javëve të fundit shihet qartë se Franca është angazhuar dhe ka marrur postin e liderit në luftën kundër Rusisë në Ukrainë. Dhe për fatin e mirë, shihet se kemi zhvillime shumë pozitive në Ukrainë dhe tani më Ukraina ka bërë
është do mbrojtur shumë mirë, po pastaj ka bërë edhe avancime, mbrëm apo parë mbrëm e dëgjuam edhe Zelenskin, presidentin Ukrainas, i cili e deklaroi qartë se Ukraina tani më ka pushtuar disa territoire ruse të cilat ishin rikthyer pas tërheqjes Shtetet të Bashkuara të Amerikës, pra që ishte me fillimin e ardhit në krye të presidencës pra Trump. Shihet qartë, ndërsa thirrjes për të mobilizuar apo për pasur produkte ushqimore apo pajisje të nevojshme të paktën për 72 orë ka qenë një thirrje nga Bashkimi Evropian. Mirë, po kjo nuk do të thotë që thirrja e tillë bëhet vetëm për luftë. Gjërat e tilla janë bërë apo thirrjet e tilla janë bërë edhe në kohën kur kishim emergjenca të tjera e fundit ka qenë edhe pandemia. Kemi parë edhe raportet të huaja, edhe është lidhur kjo thirrje me një luftë të mundshme, kur në botë aktualisht gjithandaj flitet për luftë. A mund të jetë kjo realisht arsyeja kryesore, apo pse po bëhet pikërisht në këtë situatë kjo thirrje, nëse është edhe për emergjenca tjera, qofshin edhe fatkeqësi natyrore? Po edhe mund të jetë si e tillë dhe mund të pranohet si e tillë, duke parë Evropën se është në këtë situatë është e frazile, pasi nuk kemi të bëjmë këtu me një vend siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por këtu kemi të bëjmë me Bashkimin Evropian, në të cilin bëjnë pjesë shumë nacione, dhe të gjitha nacionet kanë interesat e veta, e në rastin e përgjithshëm apo të përbashkët është punuar shumë pak. Për shembull, kemi vite që ekziston Bashkimi Evropian, dhe Bashkimi Evropian deri më tani as që ka menduar për krijimin e një force ushtarake të përbashkët. Mirë, po unë mendoj se nëse i jepet kohë Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe të gjitha vendet brenda Bashkimit Evropian një periudhë prej 2 deri në 3 vjeçare, atëherë është mëse e sigurt se do të arrihet një stabilitet dhe do të kalojnë të gjitha këto kanose dhe nuk do të kemi luftë në Evropë. Një gjë e tillë mund të ndodhë vetëm se në studio kemi edhe Luzi Bilallin, që është një si geopolitikës. Luzi Bilalli, kemi parë Hadia Lahbib, e cila është zyrtare e Bashkimit Evropian, që ka dalë me një video ku është drejtuar 450 milion banorëve të Bashkimit Evropian, duke treguar se si apo çfarë të kenë në çantat e tyre në 72 orë të ndonjë krize. Kur duhet të dalë Bashkimi Evropian me një kësi video? A ka ndonjë lloj indicie që mund të ketë ndonjë lloj krize, përfshi këtu edhe luftën? Sigurisht, Roksana Rumunja, nënkryetaria e komisionit për këtë çështje, para Lebib, është interesant një citat i saj, një fjali Micau, thotë duhet shtëpia të riparohet kur shkelqet dielli. Do thotë është para përgatitje. Dhe nuk ka të bëjmë me konceptet. Shifni, edhe në Kosovë dhe unë tash kuma para 2 ditë nga Gjermania, edhe në Shqipëri është keq kuptuar shumë edhe medialisht, kuptoj për shkak të mos informacioneve. Gjermania ka planin për 2023-ës. O plan Deutschland, o plan Gjermani. Është një mi faq. Plani operacional i Gjermanisë. Shqip. Do thotë është një mi faq, është top sekret. Ky ekziston për 2023-ës. Mirë, po është një para përgatitje. Para përgatitja tillë dole nga tema që pyetet për Unionin Evropian 72 orëshin të bëhen me gjanat që i konsumojnë të përditshme me forcat vetanake. Do të ka qenë kjo për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Është një sinjal që nuk nënkupton vetëm për luftë, për fatkeqësi elementare, për vërshime, për gjana të ndryshme, do thotë që hyn në domenin që nuk ka të bëjnë me luftën. Mirë po. Evropianët e kanë parasysh, ose Ursula von der Leyen, është në doktrina Gerasimov, 2014, që kërkon që post luftës konvencionale Evropa të goditet në luftë hibride. Dhe këto aksione që në 2014 në Rusë kanë përdorur në Evropë. Pasaj ato të sabotajit me kablet në nujore rreth Finland, Norvegji, Gjermani dhe Lituani, po dhe me Suedin kështu. Dhe do të thotë se avariat dhe sulmet kanë kryer në aspektin e konceptit luftës hibride, rusë kanë kryer operacionet e tilla. Prandaj Evropa e ka një strategji me qesën mbrojtje 800 miliardë që evropian për ushtrinë e arshme të Evropës, është proces më dinamik, është më i ngadalshëm. Dhe nuk kryhet kjo punë brenda një javë ose 6 muaj ose një viti. Sepse GDP-ja atyne me mesatarën. Shiqeni, rusët kanë 8 deri në... Megjithatë,
pse bëhet një gjë e tillë? A nuk ngjall panik tek njerëzit në rast se Gjermania dhe Franca, marrim shembull, po përgatiten kaq shumë. Në Kosovë ne nuk shohim një gjë të tillë, madje as ligjërata nëpër shkolla nuk shohim, themi kështu, të ndonjë ushtari të FSK-s. Nëse ata po përgatiten, ne pse jo? Unë besoj që kemi probleme edhe me sinjalizues ose alarmues. Se më strehimore dhe gjona tjera. Këtë drejtim jemi bukur deficit, kemi shumë probleme. Por në aspektin e asaj që sot një geostrategjia dhe geopolitika botërore, që kemi një ndryshim më rëmendës, që ndran ato, me lejo të përmenit e Gjermania dokumentin 1000 faq. Trupat gjermane kanë bo lëvizje nga Saksonia, Ulz, Saksen-Anhalti dhe Turingeni. Brigada tankiste kanë vepru. 5.000 ushtarë gjerman kanë shku në Lituani me një numër të tankën të Leopardit. Por, krau linduar i mbrojtjes së tillë është mas e i nevojshëm për Evropën. Sot do të arrijet kjo, është problematike. Unë nuk besoj që do të ketë luftë konvencionale sipas ARD-s, televizionit shtetror gjerman, publik. Deutschland Trend. Është një kompani që bën anketa dhe posotazhe. 80% të gjermanëve kanë frikë për konfliktin Rusi-Gjermani. Sepse Kaliningradi, aja pjesa Königsbergu i ma hershëm, që nga koha Prusis, që ka qenë tokë gjermane, thëmë drejtë, ose prusione, nga atje jënë të instaluar bazat raketore me koka bërthamore ruse. Vija ajrore me Berlinin në 500 km. Dhe kështu që gjermanët e kanë problematiken në mobilizimin 180.000 forcave gjermane. Ushtarë gjermanë. Të është dallimi sa gjysmë me trupave turke. Turqët kanë 360.000 trupa. Dhe gjermanët në këtë drejtim kanë pak problem. Edhe gjermanët, edhe anglezë kanë problem në moralin ushtarak të ushtarëve. Sepse rrita tyne, modernizimi tyne, jeta tyne, qefi tyne nuk përkon shumë me kalitjen e fuqishme. Për shembull me ushtarit tërë. Dhe kjo është problematikë që Evropa nuk mund edhe për Ukrainën me që trupa paqëruese. Pendo vjen për 1200-300 km. Është problematike të hynë trupat pa përgatitur. Francezët krenohen me 15.000 legionarë, që janë klasë. Në forma atyre të infanteristë, kuadrë të paktidatë, me preashtim të Amerikanëve dhe turqëve evropian janë shumë datë. Dhe këtë drejtim mendoj, por vetëm një moment të flasë për çështjen për Kosovën. Kosova ka nevojë që të bëjë para përgatitje. Bili ka qenë gabim strategjik i qeverisë që nuk e ka futur për dënim obligimin ushtarak. S'po minimalisht 3 muaj. Sepse ne kemi sot më dalën për kafe plot 3 i ketu netën për kafeteri. Dhe të cilët në rast lufte nuk i kanë njohuritë elementare. Dhe kjo e para, e dyta, sa i përket strehimorëve ne edhe në objektet e ndërtimit kemi pas probleme që ato si thon podrumet dhe në katët nëndhes nuk kemi arkitektura jonë ose planifikues të tillë nuk kanë punuar në këtë drejtim. Dhe kjo do të thotë duhet të jetë detyrë shumë urgjente. Mos flas për çështjen e një lufte, se unë nuk e besoj lufta atomare që do të ketë, sepse bota e ka shkatrimin humbin secila palë. Mirë, po lufta që vijnë në aspektin konvencional, pa bërthamore, mund të jenë të rrezikshme. Bili ki përfaqësues politik edhe në Unionin Evropian, edhe në Bundestagin gjerman, që parashikojnë që mbrana 5, do të jemi në 2025, në deri në 2030, mund të ketë sulme ruse në një republikë baltike. Dhe në një republikë baltike. Që i bie, kush mund të jetë afër? Të këtyne shteteve baltike. Estonia, Letonia dhe Lituania. Dhe kjo mund të jetë njëra ndër republikat të cilat mund të goditet dhe besoj procesi i cili do zhvillohet bisedimeve për arpushim dhe për paqen në Ukrainë do të definojë shumë gjëra. Nuk arrihet paqja shpejt sepse kemi të bëjmë me atë ariun i cili ka dalë nga shpellat dhe tash është problem me fund shpellë. Po, zoti Maliqi, po flasim për Gjermaninë edhe këto vende të bllokut evropian, por cila është gjendja në Zvicër, i cili është shtet evropian, por nuk është pjesë e familjes evropiane. Sa ka përgatitur të themi kështu për situata krizash? Po, kolege, si që dini, BE-ja përbën nga 27 vende anëtare. Gjermania vendi është më populluar i BE-s, me një popullsi prej mbi 83 milion banorësh, ka 181.600 ushtar aktiv, dhe 33.000 rezervist. Përse përket shifrave, veçohet një vend, Polonia për shembull, ka më shumë të ushtarë, është më përgatitur, 202.100 ushtarë, do me thënë për 37 milion banor. Pasa vjen Franca me 200.000 ushtarë, me 68 milion. Në Zvicra ka vetëm 9 milion banor, ka mbi 150.000 ushtarë, prej tyre rreth 5.000 shqiptarë, apo këto 3 decenit e fundit në dyrët e armatës zvicrane,
kanë kaluar apo kanë shërbyer mbi 20.000 ushtar shqiptar, të cilët janë sot të përgatitur dhe të aftë për luftë, i kthehemi Ballkanit. Në Kosovë është e gatshme, për shembull, ushtarakisht. Po pse nuk ka, duhet me pas ushtri, ju e dini si qëndron me NATO. NATO nuk do 2-3 forca në Kosovë. Ajo thotë jemi përgjegjës. Dhe fatmirësisht që kemi NATO. Kosova ka mjaftueshëm trupa ushtarake që të futet në luftë? Po ka, natyrisht ka, po fundit do të ketë edhe vullnetar. Nga Zvicra, nga Gjermania, nga Evropa, spaku, ndoshta mos ta egzagjeroj 50.000, jo, po 30.000 forca sigurisht nga Evropa do shkojnë, ju e dimi luftën me UÇK. Po, zotri... Urojmë të mos vinë ato ditë, zotri Maliqi. Zotri Biliadi në anën tjetër tha që të rinjt e Kosovës nuk janë të gatshëm për të reaguar. Gjermanisë. Po, e përmendëm që edhe në Kosovë do të duhet të Ka pa përgatitje. Nuk ka përgatitje, të rinjt e Kosovës thatë që nuk janë të gatshëm për të reaguar në rast të luftrave apo emergjencave. Nga që mungojnë këtu përvojat. Mungojnë përvojat, mungon edhe shërbimi ushtarak, për të cilën thatë që do të duhet të bëj obligim spaku për 3 muaj. Po, rasti Kosovës është pak specifik, se kemi NATO. Dhe nëse vërtet NATO, kemi NATO këfore të bëthon aty, dhe sigurisht edhe rinia do t'jetë e gatshme. Problemet e shqiptarët në Ballkan, Shqipëria është e gatshme, Kosova është e gatshme ushtarakisht, vetëm se shqiptarët në luginën e Preshevës janë të paaftë për luftë, edhe sikur do kishin armatim lugina shqiptarë, domethënë shqiptarët e luginës, ata nuk janë të aftë për luftë për shkak se 20 vite nuk shërbejnë në ushtrinë serbe. Po edhe sikur të shërbenin do të ishte rrezik. Bili ka pasur provokime viteve të fundit, kohëve të fundit kanë quajtur ftesa shqiptare në luginën e Preshevës, gjoja për të shërbyer në ushtrinë serbe, ajo ka qenë vetëm se një provokim, një pretekst për të i kontribuar eksodit, sepse pas këtyre lajmeve edhe ka pasur edhe qindra shqiptar kanë lëshuar luginën e Preshevës, që të mos jenë në shërbim të Serbisë ushtar. Dhe shkojmë më tutje, NATO siç e dini sot i ka 400.000 ushtarë. Po Evropa 450 milion banor. Kemi një ndryrje këtu për zotrit Bilalli, po zotrit Bilalli? Po, ka drejt, pajtojna me kolegun nga Zvicra. Kapacitetet sot humane, ose ushtarakët Kosovës indikon 20.000 forca. Duke marrë dikon 11.000-12.000 forca policore, pastaj 5.000 resurs kapacitetet e ushtrisë, e FSK-s, dhe mund të ajo rezerve plus 5.000. Do thot, në rast lufte, Kosova ka kapacitet të shkojë deri në 60.000-80.000 forca. Mobilizim në rast e kritike, do thot, të një konflikti të armatosur. Sa janë efikase këtu, është problematik tjetër. Sa janë përgatitur në aspektin taktik, ushtarak, nevojitet ajo që thash që spaku të angazhohet që qeveria dhe parlamenti i Kosovës të bjen me ligj në mënyrë urgjente çështjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm nga mosha 18 vjeçare. Kjo është e rëndësishme sepse siguria botërore global ka marrë kaje kretjera dhe do thot duhet ta kesh një përgatitje, duhet ta kesh një koncept. Dhe mendoj që në këtë drejtim institucionet e Kosovës ose qeveria që është jetike të formohet sa më parë, të startojmë me këto gjëra, sepse nuk është ne e kemi për shembull në region marr kapacitetet e mbrojtjes. Po flas çdo herë për ato numrin e forcave ushtarake, Serbia fatkeqësisht për fatin tonë të keq ka kapacitete të tilla, dikon 35.000 ushtar plus rezervën, pa forca policore po flas. Bosnia dhe Shqipëria janë dop, mund të them, mos flas për Maqedoninë dhe Maqedoninë e Zi, sepse çështja e hjekjes së shërbimit ushtarak ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe në mobilizimin dhe psikologjikisht dikon që në një konflikt armatosur ti mund të mobilizosh, po ato janë të aftë të përgatitur është problematikë tjetër. Po, zotri Biliadi e thatë që duket se ka një ndryrje. Unë mendoj se Kosova do t'ja dalë, për shkak se ne në hallin tonë para luftës UÇK-ja, shqiptarët u mobilizuan dhe kishte të bënte jo me një Serbi, po kishte me një Jugosllavi, me 20 milion banor, po megjithatë shqiptarët ja dolën ashtu si mundën, edhe me ato ushtri të UÇK-s që i bën ballë. Dhe tash kemi një forcë ushtarake në Kosovë, FSK, kemi miqtar amerikan, kemi NATO, besoj se shumë do të jetë më lehtë. Bile dikur thonim e kemi Shqipërinë shtet, Po zë të veliu, urdhërani, zë të veliu.
Po, pa tjetër. Unë desha gjithë këtë që ne po e diskutojmë, desha më tepër të lidhje edhe me politikën dhe me çështjet politike. Unë mendoj se politika në përgjithësi, duke mos u marrë në pozitë e opozit, po në tërësi është shumë e papërgjegjshme ndaj detyrave dhe obligimeve që ne e thash edhe në fillim të fjalës së parë që në Gjermani ende pa u kriju qeveria, domethënë e kishin marrëveshje për koalicion, u shfrytëzua parlamenti në ikje për të votuar për kredin që ka marrë Gjermania, për arsye se ishte frika se në parlamentin e ri nuk do t'i kenë numrat. Ndërsa ne në Kosovë merremi me gjëra shumë të vogla dhe me gjëra më tepër për interesat të ngushta klanore e partijake në momentet shumë të vështira dhe më të këqija që kemi pasur në politikën geostrategjike. Unë mendoj se këtu tregohet një papërgjegjësi shumë e madhe nga subjektet politike në Kosovë dhe është momenti i fundit kur ata duhet të thrasin mendjes dhe përgjegjësisë së tyre ndaj qytetarëve dhe ndaj votuesve të tyre për të krijuar një qeveri të fuqishme e cila do të kishte mundësi të merrte vendime të tilla e ndoshta shumë shpejt fillojmë edhe me shërbimin e obligueshëm ushtarak për të rinjët në Kosovë, e cila është premtuar nga qeveria aktuale, mirë po nuk është bërë asgjë deri më tani. Mirë po, unë mendoj se e gjitha kjo ka të bëjë më tepër edhe me papërgjegjësinë e njerëzve tanë në politikë, duke mos i ndarë asnjë, pra në këtë rast jo opozitë, por të gjithë së bashku. Thotë po i lëni fajin jo vetëm qeverisë, se cila ishte kësaj në detyrë të themi, por edhe opozitës. Po, gjithsesi duhet çfarë kuptimi ka një subjekt politik që i futet një gare dhe në fund të garës thot se unë nuk bëj koalicion me opozitën, por nuk bëj koalicion as me opozitën. Atëherë më thuni pse ka garuar ajo forcë politike. Do pret momentit dhe të bëhet e para për të marrur vetë me pushtetin, kjo është papërgjegjësi totale. Nuk është momenti kur ne duhet merremi mes veti për çështje të vogla. Duhet të shohim situatën geostrategjike që nuk e kemi pasur asnjëherë më keq dhe më të rrezikuar dhe më afër luftave, për mos të luftra botërore, luftave rajonale, që nuk jemi të kanosur pak. Domethënë, unë mendoj se regioni i Ballkanit, duke parë politikat e Rusisë, është pika në të cilën ata dëshirojnë të hapin një konflikt të ri dhe kanë angazhuar dhe janë duke punuar shumë, sidomos me mediat në rajon dhe janë duke i bërë investime të mëdha për të përhapur propagandë dhe gjëra të tilla në mënyrë që të shkojmë drejt konflikteve. Nga kjo nuk përjashtohet pra as Kosova, edhe pse për fatin tonë të mirë deri më tani kemi pasur mbrojtjen nga forcat e NATO-s. Mirë po, në rast më thuni çfarë do të ndodhë në rast të një konflikti të zgjeruar mes të Gjermanisë dhe Rusisë, atëherë çfarë do të ndodhë me KFOR-in në Kosovë? Unë jam shumë i sigurt se e gjithë potenciali do të drejtohet drejt asaj lufte dhe atëherë duhet të kemi forcat tona. Po, zotri Bilane, çka mund të ndodhë me KFOR-in edhe a duhet të përfshihet edhe Kosova themi në këto përgatitjet se që po bojnë Bashkimi Evropian për emergjenca. Nuk po flasim vetëm për luftë, po për emergjenca të llojeve të ndryshme. Qoftë edhe për një situatë sikurse që ishte Covid-i. Ato 34 masat e Unionit Evropian kanë mbledh për shtetet anëtare të Unionit. Ne nuk jem në Union. Po, Kosova tani se vetë. Fatkesisht nuk jem. Nuk kemi parë që institucionet të ndërmarrin vetë diçka. Po është mase urgjencë është shefne. Bota sot ka hyrë në një fazë të tillë që mund të them zgjimi dhe shkurja në gjumë e ka kuptimin e sigurisë. Do thot kem hyt ashtu edhe se fjala e cila e ka dominu vitin është fjala luftë fatkeqësisht dhe kjo përgatitje, kjo psikologjia e tillë na takon që edhe neve në këtë drejtim institucionet tona të jenë shumë më agile dhe të kuptojnë që është momenti i fundit që spaku me veprimet e tyre të arrijnë që konceptin e asaj që është para përgatitje
ta fusin në funksionim dhe kjo të arrijet edhe me elemente tjerë që ka të bëjnë me çështjet e mbrojtjes civile, pastaj për çështjet e damave që mund të shkaktohen në aksidente të ndryshme ose fatkeqësi elementare, meqense mendoj që Kosova në aspektin global varet nga ato që ka rrjedhin proceset, nuk varet nga ajo që ka kemi ne këtu. E nderuara moderatore pyeti shumë me vend që po KFOR-i. Roli i KFOR-it në situatat e tilla është jashtëzakonisht pozitive për ne. Meqense në doktrinën ushtarake, them drejtën dhe të sigurisë, t'ja përmeni një element, 36 F-35 që Amerikan ka marrë Gjermania, që nga viti kaluar ka qenë kontrata, do të thotë ajo sjell është pikpyetje. Mirë po ka rrjedhë një informacion që është quhet qelsi i vdekjes, që nënkupton që nga distanca mund të dekodohen. Kjo ka qenë pastaj një panik për palën gjermane, edhe për Ministrin e Mbrojtjes, për averin gjerman, edhe është demantuar. Do thotë tash ki teknologji që tipet, po vendi burimet mund të futë susten edhe të shkaktojë probleme. Do thotë në aspektin e asaj që nënkupton që forcat e tilla ose mjetet luftarake ose teknologjia e sotshme armatimit mund të kenë edhe prapavija tjera të sabotimit. Mirë po, KFOR-i në këtë rast dhe NATO në Kosovë janë të rëndësishëm për aspektin lokal të një konflikti. Për shembull në rastin me Serbi, nuk them që është garancioni 100%. Mirë po, është pozitive për ne që atëherë një konflikti mundshëm Serbi-NATO është i hapur. Dhe në këtë drejtim mendoj që është përparësi e madhe. Bile mund të them që edhe me rezolutën 1244 KFOR-i e ka përgjegjësinë për rujtjen e kufijeve të Kosovës. Dhe në këtë mandat mendoj që është pozitive prania e KFOR-it. Trupat e tyre po rriten ngadalë, nga 150, dhe do thotë besoj që tash numri është në 4500 trupa. Mirë po, ne duhet mendojmë më shumë forcat tona vetanake dhe përgatitjet tonë, në cilësinë dhe cilëtetin tonë. Dhe marrëveshjet e tilla siç është rasti Kroaci, Shqipëri, Kosovë, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe pse ke kundërpërgjigje pastaj Hungari, Serbi në anën tjetër. Mirë po ky koncept i tillë, dhe thotë ky planifikim dhe këto nuk mund t'i quaj aleanca, se nuk obligohet që po që sulmohet Kosova ndërhyn luftë Kroacia, po është një deklarat e një memorandumi të një bashkëpunimi me 4 pika të cilat përfshirën, për çka këtu nuk po i përmend, por e rëndësishme është që doktrina dhe koncepti jonë i strategjisë sigurisë duhet të ndryshoj në aspektin asaj që ku janë aleatet tonë. Mendoj dhe kam bindje të plot. Në Ballkan nuk duhet i largohemi Turqisë, në botë Amerikës. Shumë e mirë kjo. Në Ballkan nuk duhet të largohemi Turqisë dhe në botë Amerikës. Faleminderit shumë zoti Bilalli që ishit sot pjesë e Rreth e Rrotull. Po ashtu ju falenderoj edhe juve zoti Maliqi dhe zoti Veliu. Faleminderit shumë për analizat e juaja sa i përket çështjes ndonjë konflikti të mundur të hapur në Gjermani, po ndoshta të themi kështu edhe për ndonjë lartqoft luftë botërore. E kështu kemi arritur në fund të pjesës